Tek ty ka shpres Gjohu me gëzim, thire me gëzim Ti vendin tim Mirë mëngjes, Tiranë e re Në çdo hap tek ty ka shpres Gjohu me gëzim, thire me gëzim Ti vendin tim Mirë mëngjes gjithë dhe mirë se keni ardhur në Ora News, edhe në këtë mëngjes, është ditë e hënë, 6 tetor, do ta nisim javën me goxha informacione, do të kemi goxha mysafir, kemi shumë gjëra për t'ju treguar për ta nisur javën sa më mbar. Po gjën e parë po ja themi qysh në krye, bie shi, megjithatë me siguri do të hapet gjatë ditës. Uroj. Mirë mëngjes Tea. Mirë mëngjes. Mirë si të gjej? Mirë se të Mirë, si kaloi fundjava? Kaloi këndshëm? Shumë mirë, shumë mirë. E jotja? E imja çka do? Mirë mëngjes, Gjes, si je? Përshëndes me këtë muzikën në sfond. Është kompozimi më i fundit i Brunos, ë? Super. Si u duken golet e Juves dje? Jo, më shumë dhe flasë shti se ti Po normale. i çmendur mas Juves. Normale. Dhe Besmir me tani, mirë mëngjes Bes. Mëngjes Keli. Si kalove? Mirë. Qa bëhet nga Reuters? Po shikoj disa lajme shumë interesante. Vinë shumë lajme në fakt nga Japonia, nga Hong Kongu, për Ebola në Dallas si kemi folur dhe javën Çfarë se ka ndodhur në kaloi. Japoni? Japonia flet për dollarin, ka patur një forcim dollarit e kam shprehur në fakt sot edhe për sa i përket lajmeve ekonomike, ka një forcim dollarit në përgjithësi. Po zgjedh Brazil si Me janë? Japoninë ka pasur, nuk e kam hapur, në Japoni ka patur një problem jashtëzakonisht shumë madh sepse Japonia në përgjithësi ka bler shumë dollar. Marrësh. Edhe ka bërë një stok dollari duke shkaktuar probleme Amerikës, por E kuptoj. i shikojmë pak. Është ajo loja që bëhet zakonisht mes fuqive të mëdha. Mirë pra, përpara se të flasim për Japoninë, përpara se të flasim për Brazilin, e të flasim për hallet tona, do të përqendrohemi në tryezën e punës, do të bëjmë një kalim të shtypit të përditshëm, si çdo të hënë, gazetat sportive janë menuja jonë kryesore. Megjithatë, le të fillojmë me gazetat kryesore të vendit. Atëherë, Gazeta Shqiptare, çelet me titullin Administrata Publike, konkurset vlerësimi për kandidatët, zbardhen detajet e udhëzimit të DAP për rekrutimet në institucione. Në faqen 4 dhe 5 do të keni më shumë informacion. Letësia dhe matematika dalin notat e vjeshtës për 13.000 ngeles, nga faqja 11 dhe në faqja 19 emrat dhe notat. Kemi 2 opinione dite, Douglas Lut, të cilin e ka botuar pothuajse gjithë përditshmet NATO Aleanca Historike në faqen 20, dhe nga Petrit Aliti, Serbia mund t'i plasë në dorë BE-si Ukraina në faqen 21. Nishani mbledh sot Ramën dhe Bashën, i ftuar dhe Ilir Meta për reformën në drejtësi. Bëhet fjalë, pikërisht të eveniment do ta ndiqni drejt për drejt, moment pas momenti në Ora News. Historia fajdeve, 2 kroati dhe 2 kosovarë si mashtruan 300 shqiptarë në faqen 6. Recep Qosja plotson në normën e tij gazetareske, flet sërish pas 2 javësh për gazetën shqiptare, fjalimin e Edi Ramës në Kosovë nuk e shkrova unë, Berisha kur u ftoi me Rugovën më tha, në fjalor ka 30 fjalë në faqen 8 dhe 9 të kësaj gazete. Për sa i përket futbollit, Lorik Sana ka marrë dje karton kuq, ndërsa Kaplani dhe Kukeli janë golat kuqezin në Europë në faqen 22. Do ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare, ne do të vijojmë tej me gazetën Shekulli, titulli i madh i kësaj gazete, falen 14.000 objekte e palej, aksioni i Nukut nuk do të cënoj dosjet e pezulluara në Tiranë, Kamës dhe Paskuqan, përgjigja për pronarët e objekteve pas vendimit për planet rregulluese. Kreu i Aluiznit, Artan Lame, plani rregullues ka mos përputhje me realitetin e dëtimeve në Tiranë në faqen 7. E Shau, tregtari ekzekuton me armë të njohuri në faqen 10 dhe 11. Në Babru i ikën policisë për plaset me murin rrethues dhe i merr jetën në 2 vjeçares në faqen 11, raporti Këshilli i Evropës ndryshoni kodin zgjedhor dhe mos e politizoni në faqen 6. Ndërsa raporti Banka Botërore, humbjet në energji shkak është keq menaxhimi.
Pikërisht këtu do ndalemi pak, sepse Banka Botërore ka kërkuar dje që të ketë një rritje të çmimit të energjisë. Dhe nuk bëhet fjalë për një rritje do si do, po bëhet fjalë për një rritje nga 15 deri në 20%. Mendoni se si do të jenë buxhetet e shqiptarëve nëse do të ndodhë një rritje në këtë lloj mase që kërkon Banka Botërore dhe natyrisht Fondi Monetar Ndërkombëtar. Le ndjekim kronikën e përgatitur nga Departamenti i Informacionit. A kanë mundësi qytetarët të paguajnë 20% më shumë për energjinë elektrike? Shumë keq për neve. Sa paguani? Po sa paguajme unë, jam e rregull, kam 50 vjetë që paguaj. Edhe sa dje ka që paguaj, po se sa vena ta, ku marim vesh në verbire. Edhe ajo na duhet neve, ne pensionista vetëm ilaçe i marim, 100.000. Për qytetarët ma ke shka ku shkojë ma shmimi energjisë, energjinë, ki lloj shteti e merë falë, sepse hidrocentralet janë bë me prije në verhojzës. Dhe kive që e ngren për 10% që paguajnë, se 90% nuk paguajnë. Unë që paguaj diferencat e popullëcisë tjetër. Koste e pa përballueshme, është s'ka punë për popullëcinë. Është e pa përballueshme, po duhet të merret pasuria këtyre që vodhen, që të barazohet qezi elektriku me llafet tjetër. Kjo është zgjidhja për mua, po pa të drejtësi. Katastrofë. Më shumë blejmë ilaçe, dhe energjia tash është nuk kam fjalë që të them. Po, inshallah nuk do realizohet ngritja e çmimit. Se për ne pensionistë, do më thëmë për moshën e tretë, është katastrofë. Pensionistët dhe familjet të cilët kanë të ardhura më të pakta, u shprehen se nuk kanë mundësi të paguajnë një faturim më të shtrenjtë për energjinë elektrike. Gjithçka kemi, thanë ata, paguajmë ilaçe, ushqime, sa një rritje e çmimit të energjisë duhet ishte i vështirë, gati i pamundur. Tjetër problem që ngritën kryeqytetasit është se në faturë nuk shkruhet ajo që është shpenzuar, por ndodh mbi faturimi. Mirë, pra kjo është situata e shqiptarëve dhe ma merr mendja, shumica e tyre tregojnë të vërtetën. Ndërkohë do të ecim mëtej me titujt kryesor të gazetave, do të flasim tani për gazetën Tema, Tryeza e drejtësisë, PD e kushtozon me 2 anëtarët e KLD-s në faqen 3 të kësaj gazete. Një shkrim tjetër, Banka Botërore, çmimi i energjisë elektrike rritet me 15 deri në 20% në faqen 10. Nuk i jep rrogën 40 vjeçari ekzekuton ish pronari në faqen 10. Mbi dëshmitarët e sherrit mes prokurorëve nga Mero Bazë editorial në faqen 8, nga Panajot Barka, Ministri i Arsimit dhe Rishikimit tekseve shkollore me Greqin në faqen 9 gazetës Tema. Ngjela akuzat të ashpra ndaj Bujarnishanit po tenton të fshehë vjedhjen e Bankën e Shqipërisë në faqen 5. I nuk gjen lapidarin brenda lokalit të basteve dhe qofteve në faqen 7 dhe hetimi për vjedhjen në Bankën e Shqipërisë, dokumentet dorëzuara pranë grupit hetimor janë të paplota. Le ndalemi tani sërish tek Banka e Shqipërisë. Hentimet për shpenzimet e Bankës së Shqipërisë kanë nxjerrë në dritë të dhëna interesante. Fjala vjen analizimi i tyre tregon se Banka e Shqipërisë ka harxuar rreth $400.000 vetëm për financimin e ekipi amator volejbolli. Ky është raportimi që ka bërë dje Ora News. Le ta ndjekim. Ekipi amator i volejbollit të Bankës së Shqipërisë ka shpenzimet më të larta sa i përket konkurrentëve të tij në vendin tonë. Krahas vjedhjes së 713 milion lekëve nga Departamenti i Thesarit, Prokuroria e Tiranës po heton dhe shpenzimet e bëra nga banka pikërisht për ekipin e volejbollit. Më shumë se $100.000 amerikan në vit llogariten shpenzimet e këtij ekipi. Këto shpenzime pritet të kalojnë në sitën e hetuesve për të parë nëse financimi i ekipit të sportit është i lejuar nga ligji i Bankës së Shqipërisë dhe se mund të financohet nga buxheti i saj. Burimet sqarojnë se paratë e harxuara për disa vite me radhë për ekipin i cili përbëhet nga punëtorët e bankës pritet të jetë një nga provat kryesore që ka akuza e Tiranës ndaj ish-guvernatorit Ardian Fullani. Rreth $400.000 mendohet që të jenë harxuar nga Banka e Shqipërisë për ekipin amator të volejbollit. Ky ekip ka shpenzimet më të larta dhe se përfaqësuesja kombëtare e volejbollit, për të mos llogaritur konkurrentët e saj amator. Ekipi i Bankës së Shqipërisë është një nga më të mirë financuarit në volejboll, por rezultatet e tij nuk i janë përgjigjur shpenzimeve. Banka e Shqipërisë deri në këto momente nuk e ka përfaqësuar Shqipërinë në volejboll dhe as nuk ka fituar ndonjë trofe të rëndësishëm për të justifikuar dhe shpenzimet e kryera. Këto shpenzime së bashku dhe me disa tendera të tjerë që mbajnë firmën Ardian Fullanit do të hetohen imtësisht nga organi i hetimit, për të parë nëse janë respektuar procedurat e tenderimit. Prokuroria e Tiranës ka filluar dhe hetime për shpenzimet e luksit për punëtorët e Bankës së Shqipërisë.
Do të vjojmë tani sërish me titujt e gazetave të tjera, Gazeta Standard, çmimet e apartamenteve, sa do të kushtoj një metër katror, si kanë ndryshuar harta, çmimet sipas qyteteve, zonat ku kushtojnë më shtrenjtë banesat në Tiranë, shkrimin e keni në faqen 9 të Gazetës Standard. Detajet e takimit për drejtësinë, cila do të jetë strategjia e re për sistemin, sot Bujar Nishani, Edi Rama dhe Lulzim Basha në Tryezë, shkrimin e keni në faqen 3. Debati për ndërtimet pale, Edi Rama lokal bastesh me lapidar brënda, Lulzim Basha ka 12 vjet që ekziston në faqen 2. Buxheti 2015-s, Konfindustria e Qeverisë, të mos rriten më tej taksat dhe tatimet për biznesin dhe qytetarët në faqen 7. Vrasje në Shkodër, tregtari nuk e paguan, 20 vjeçari zbras 2 karikator me fishek në faqen 5, Alket Rizaj sherr në burg, sulmon dhe plagos me thik një shqiptar, durim forcat speciale në faqen 4. Si çdo të hënë, në këtë gazet nuk mungon dhe suplementi mister. Do ta lëmë gazetën në Standard për të vijuar me gazetën Shqip, bojkoti në kuvend shqetëson Bashkimin Evropian. Debati europarlamentarëve me ambasadorin e re në prag të progres raportit, antarët e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian flasin pa rezerva. Si të motivojmë Shqipërinë kur Brukseli deklaron se nuk ka zgjerim për 5 vjet. Shkrimin e keni në faqen 3. Edi Rama, lokal me lapidar brënda, Basha ka 12 vjet që është aty, bëhet fjalë një shkrim për aksionin e Inukut në faqen 5. LSI-a deklaron në mënyrë zyrtare, PD të rikthehet në kuvend në faqen 3. Komentet gazetës, ndeshja trup me trup e prokurorëve nga Ilir Uzeiri dhe akciza e duanit çfarë vlen të korrigjohet nga Bardhi Sejdarasi i lexoni në faqen 9 të kësaj gazete. Skeme re piramidale u vodhën mbi 500.000 euro, prokuroria mbyll hetimet për 2 kosovarë dhe 1 kroat, mashtruan 300 vet në faqen 7. Besart Papa, artisti që bëri dhuratën për Papa Franceskun, në faqen 20 është një shkrim për personazhin në fjalë. Ndërkohë edhe kjo gazetë si përditë shoqërohet nga suplementi ndryshe. Mbas gazetës Shqip, do të shohim gazetën Telegraf, në bankën e shtetit mungojnë edhe $40 milion. Skandalit të bitrejt i shtohet dhe mungesa e mbi 33 miliard lekëve të fshehura në shtetin ku u prodhuan në faqen 2 dhe 3. Abuzim me tenderin e mushkonjave, shëndetësia financon 800 milion lekë për dezinfektimin e mushkonjave, por mushkonjat u shumë fishuan, prokurimi drejt për drejt, historia e avionit dhe skandali në monitorim në faqen 9 të gazetës Telegraf. Reforma në drejtësi, presidenti Nishani mbledh sot në Tryezë partitë politike dhe kreun e Unionit Gjyqtarëve në faqen 6. Spartak Ngjela, përse refuzon presidenti i Republikës një guvernator të huaj për Bankën e Shqipërisë në faqen 3, dhe profesor Shenasi Rama, guvernatorit të huaj mungon besnikëria ndaj Shqipërisë dhe do të shikojë interesat e kombit të tij në faqen 2 të kësaj gazete. Ka dhe mjaft shkrime tjera, opinione dhe komente, si fjala vjen për etikën globale dhe qytetarin e globalizuar nga Gzim Tushi, faqen 12, nga Edlira Buçpapaj, heronjtë e milenarit të tretë, në faqen 18 dhe 19, dhe nga Agron Kaj, në faqen 20, turp futbolli duhet të respektonte. Do të kalojmë tani te gazeta Integrimi, raporti Asamblesë së Këshillit të Evropës, Shqipëria është faktor stabiliteti në rajon, politika bashkë për reformat. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, Këshilli i Evropës, opozita të rikthehet në parlament në faqen 2. Ambasadori e re e BE-s në Shqipëri raporton në Parlamentin Evropian, Romana Vlahutin, komunikimi politik në Shqipëri kyç për integrimin dhe zhvillimin e vendit. Festa e Bajramit në Shqipëri, Ilir Meta ditë që politikat mësojnë nga bashkëtesa Armenia Fetare në faqen 4, intervistë me ministrën e integrimit Kladia Gjosha, opozitat bëhet pjesë e reformave, bojkoti nuk e ndihmon vendin në faqen 5. Kjo gazetë në faqen 7 boton dhe komentin e New York Times, roli i Evropës në luftën ndaj ISIS. Vjoj mëtej me gazetat sportive, Sport Express, nuk dua vetëm humbje në 2 ndeshjet e radhës. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit flet në ora skaner për kombëtaren dhe stadiumin e ri. Armand Duka, nuk do të pranojmë kushte nga serbët për tifozët. Në Beograd do të vi kushdo që do të mbështes ekipin në faqen 9. Përsa i përket kampionatit, është gjithmonë Pero Pejić, kroati ngjit Kuksin në maj, sulmuesi kroat shënon golin e vetëm ndaj Teutës dhe jep kryesimi skuadrës tij, batuta e Shaqirit, Pejićin e paguajmë për të shënuar. Shkrimin e keni pra në brendësi të gazetës më saktë në faqen 3. Imire Ljosa është në hall, pa gjysmën e ekipit ndaj flamërtarit në faqen 7, Duro në humor, Batha dhe Shabani rikthehen në faqen 5. Juventus fitore mes polemikash, Totti akuzon e njëjta histori me ata në faqen 14, 15 dhe 16. Këto pra janë
shkrimet kryesore të Sportit Ekspres, vjoj mëtej me gazetën Panorama Sport, Kuksi merr komandën, Pero Peqi ironi me Korçare, sulmuesi Skënderbeu vuan për gola, nuk deshën të më paguonin. Veriorët në poshtin të utën dhe ngjiten të parët, Vulos goli i Kroatit në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete. Në Itali, 3 penaltit dyshimta, Juventusi poshtë Romën, faqen 16 dhe 17, legionarët shënojnë Kaplani dhe Kukeli. Cana del me të kuq në faqen 2 dhe 3 të gazetës Panorama Sport. Atere e lëmë edhe këtë gazet për të shkuar të gazeta e Sportit. Kuksi rëmben Kreun. Mjafton goli i Pero Peq ndaj Teutës për të quar Kuksin e Gjicit në kryet klasifikimit në Super League, shkrimin e keni në faqen 2 dhe 3. Grushte dhe penaltit të dyshimta, Juventus shkëputet nga Roma, Garcia dhe Totti në Torino, zona është 17 metra, Allegri nuk flas për gjykimin, Moviola, Roki, katastrofi, ja si është e drejta. I keni detajet në faqen 10, në foto është Bonucci, teksa Gzon pas ati supergoli. Armand Duka në Ora News, në mësak në Ora Skaner të Gert Qarqani, Danimarka e vështirë, por në Serbi nuk shkojmë vetëm me 3 pikë. Në faqen 8. Kalojmë të gazeta Gol, Pero Peq ngjit Kuksin në maj, sulmuesi kroat shënon golin e vetëm ndaj Dursakëve dhe jep kryesimin skuadrës tij. Më në fund zgjohet Elbasani, fiton sfidën e mbijetesës, Laçi në formë, hedh nokaut Vllaznin, golat kuqezi shënojnë Kaplani dhe Kukeli. Këto pra ishin dhe titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Kjo ishte pasqyra e shtypit që ja kushtuam gjumashve. Tani do më pëlqente ta shohim edhe një herë atë foton enigmatike. Ndoshta i mysafiri ynë, i cili sapo është reatuar në studio, mund të ketë një ide pak më të mirë se ne. Kjo pra është foto që nuk po e zbulojmë dot që prej ditës premte. Nuk e di nëse Skënder Minxhozi e ka iden. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Më lër ta mendoj edhe pak. Është shumë i njohur, është ne jemi rritur me të. Është foto apo jo? Është foto, është formuar, bëhet fjalë për një, hajde po e themi, një kantautor amerikan, tekstet e cilëve studiohen në shkollë si poezi të jetët e arira. Konsiderohet një nga poetët kontemporan më të mirë amerikan. Po mirë, po, shumë e si, dhe më thëmë. Faleminderit, Gjes, shumë e sjellshme. Nëse, nuk ka rëndësi kjo. Ma thuaj kantautori se më intrigohet. Do ta them, po mbas emisionit. Mbas emisionit, dakor. Duhet luaj me... Respektojmë rregullat. Me gjithë kur ta them, do thuaj se... Po, me siguri. Në radhë parë urime për Juventusin djetë. Më tha Gert Qarqani, do më thëmë pyete Minxhozin ta sa ty për... Kemi vuajtur një qik djetë. Po, ishte ndeshje mjafte e tërhequr, se thonë italianët. Me gjithë nuk je ti komentatori sportivi, ditës do jetë u Vilzajmi që do vi pas teje. Kam përshtypjen që nuk është... I është me Interin. Me tjetën fe. Është tjetën gjë. Gjatë fundjavës, unë kam bërë një vëzhgim personal, isha shumë kurios të shija se çfarë ndodhte në Don Bosco. Dhe gjithë rruga, po shkatrojnë gjitha ndërtimet, aty gjendet edhe ai lokali që kishte futur lapidarin brenda. Pra, është një tmerr. Një tmerr spektakli që she, janë godina goxha të kuruara, të cilat janë prishur, nuk flas vetëm për kioska, dhe vura re një turma njerëzish që ishin punëtorët e këtyre godinave. Ti si e gjykon këtë ushtrim force, këtë lloj demonstrim force të qeverisë, ndaj palishmërisë, duhet ta pranojmë. Unë këto ditë, siç ke bërë dhe ti, kam lëvizur shumë nëpër Tiranë, kam dëgjuar dhe Vox Popet nëpër media, kam lexuar. Po edhe njerëzit me cilët ne kemi kontakt, sepse fenomeni po përhapet dhe gjasat që ti takosh dikët që ka këtë problem, janë gjithmonë më të mëdha. Siç ti e the, kemi të bëjmë me një palishmëri të bartur në vite. Ose më mirë të themi një problem i akumuluar prej shumë kohësh, i cili kur është i tillë, pra kur është i akumuluar, edhe zgjidhet i ka më traumatike. Do të kishim dashur, besoj jemi dakord në këtë pikë, që ato ndërtime të ishin bërë sipas ligjit që ditën e parë dhe mos të ishin bërë fare aty ku ligji shkelet. Por kështu siç po rezulton, këtu kemi dy drejta bashkë që besoj rrinë të mbivendosura. Të drejtën e shtetit për të vënë rregull, dhe këtë nuk e diskutojmë që aty ku është shkelur rregulli, ai duhet vënë, sepse
nuk ka sens që në mes një grupi komshish në një pallat, njëri prej tyre të tregohet me i Zoti dhe të zëro borrin përpara, dhe të gjithë tjerët të shohin, të kthehen në klient të tij dhe të blejnë tek ai, po them. Po e banalizoj komplet konceptin. E dyta pastaj që është një drejtë më e vogël, por gjithashtu shumë njerëzore dhe shumë e prekshme për ata që kanë atë problem, është problemi i krijimit të një ushtrie të madhe të papunësh që po zmadhohet sa më shumë që ky aksion shtrihet. Dhe nuk është vetëm kjo, ne po flisnim bashkë po komunikonim dhe me drejt në vizonim që nuk preken vetëm këto biznese, por preket edhe një ushtri e madhe e padukshme furnitorësh, firmash që i furnizojnë këto të tjera që prodhojnë, që mund të gjenden në autostradë, që mund të gjenden diku në periferi, pra është një nebulozë e madhe biznesesh të mëdha, të vogla, të mesme, që preken nga ky fenomen. Unë do kisha dashur që pushtetet lokale, dhe kur them pushtetet lokale, të gjitha ato që kanë kaluar nëpër Tiranë, këto fenomen ta kishin ndalur që në nisje, në mënyrë që ne sot kishim një kuadër të rregulluar të biznesit me pakicë, sepse tani, siç e thash, kështu siç paraqitet situata është shumë traumatike për të kthyer aty ku ishte. Pra, për të kthyer në atë që po e quajmë normalitet, sepse edhe kur një dyqan ose shumë dyqane prishen në katët e para të pallateve, normaliteti është vështirë të duket sepse ajo që ngelet nga tendat, etiketat, gjithfarësh etj, është shumë shpesh një grumbull rrangullash që prapë nuk është një e bukur dhe gjë estetike për të parë. Skënder, më bëm përshtypje këto ditë një gjë, domethënë që tek e fundit ai që ka ndërtuar pronën në mënyrë të palishëm, thotë mua më ka toleru shteti. Dhe shteti do të mbajë përgjegjësi për tolerancë. Kur shkonte qeveria thotë ka toleru shteti atit që ishte përpara meje. Në fakt shteti duhet konceptuar edhe në përgjegjësi duhet konceptuar një, si përpara, si mbrapa. Mund duket ataviste që Lulzim Basha thotë që ai kishte 12 vjet me lapidar pra fajin e këtij, që ke qenë përpara 12 vjetësh, kur u prishën kioskat Buzlanës, Rama thoshte fajin e ka Salik Elmendi ose Bert Brojka, pra më duket sikur ja kalojmë topin, po pa punë ngelen njerëzit. Këtu ka dy fenomene, Angel, ti ke shumë drejt. Fenomeni i parë është ai i kohezionit të shtetit, i cili këtu mungon. Duket sikur është një shtet i kuq, një shtet blu, pastaj një shtet i kuq, pastaj një shtet blu. Domethënë këtu është një segment i kohor tek ne, është ndarë me segmente blu, të kuqe, blu si ai topi kuq me pulla blu, domethënë. Si bluza vllaznis, i bie. Po, një biçim bluze me viza. E dyta pastaj është që ja hedhin fare njëri tjetrit dhe këtu është vërtet shumë e shumtuar si fenomen. Vërtet që të mund të luash ti që ti ke qenë, që unë jam, etj. Mua më kujtohet një shembull banal që ne e kemi nga jeta e përditshme. Ka rastisur një herë duke hyrë në semafor ku më shumë se portokalli ishte pak si e kuqe, dhe ishim disa të tillë. Dhe një polic priste siç ndodh rëndom, domethënë diku ma tan kryqëzimin. Pret pusin, po. Dhe më thot hap crown. Dhe unë natyrisht i ndinjuar sepse një 2-3 makina shumë luksoze se imja kaluan dhe nuk u ndaluan. Dhe i them, zotri kaluan dhe një 2-3 tjerë. Më thot, mos u merr me kundravajtjen e tyre. Ti më thua, ishe kundravajtje vetë apo s'ishe? Unë isha. E mi unë kap kundravajtjen tënde. Kundravajtjen tjetër kap ai matan kolegu im tek udhkryqi tjetër. Kështu që problemi është që mua më ka lejuar shteti. Problemi është je në rregull me ligjin, nëse nuk je në rregull me ligjin, do të vi dikur një shtet blu ose i kuq që do merret me kundravajtjen tënde. Domethënë je ekspozuar, je në risk, mendoj unë. Sot do pritet një tryezë shumë interesante për reformën drejtësi. Është interesante, të paktën sipas komentatorëve të shtypit, më tepër se asaj që do diskutohet fakti që do mblidhen gjithë bashkë. Mund të jetë ky një shans i mirë për t'i hedhur pak ujë zjarrit dhe për gjetur modusin që PD-ja të kthehet në parlament. Unë do të dëshiroja të ishte kështu, por më tepër që PD-ja ka konsumuar dhe kuvendin e saj, që do të thotë mbas atij momenti shtrëngimit atmosferës, rritjes toneve etj, tani mund të vi natyrshëm në mënyrë fiziologjike një problem, një moment qetësimi, në mënyrë që problemet me majorancën të zgjidhen aty ku duhet zgjidhen. Ne e dim së bashku që bojkoti ka qenë gjithmonë jo produktiv dhe përgjithsisht ka qenë me pasoja për ata që e kanë ndërmarrë. Unë kujtoj që Edi Rama thoshte hap kutit ose largohu,
as kuti t'u hapën dhe as ai që duhet largohej nuk u largua. U fut Edi Rama në parlament mbas shumë e shumë natyrisht, mbas shumë e shumë peripetësish me një darkë në Strasburg të Francës, siç e dim. Darga e famshme e krokodilit. Kam përshtypjen se në terma të tjerë, po me pasojat ngjashme, është dhe bojkoti i Partisë Demokratike, sepse sot PD, mbas asaj humbje të zhurmshme të 2013-s, ka nevojë të faktorizohet dhe jo të defaktorizohet. Kam përshtypjen se nëse PD humbet një podium të tillë unik siç është Parlamenti i Shqipërisë, ajo ka humbur shumë nga sharmi, nga atraksioni dhe nga fuqia e saj për të bindur njerëzit, sepse ajo është një foltore që nuk ke luksin ta humbësh. Për pasoj, siç ti e the me drejt, fakti që ata mblidhen sot, më shumë se sa për atë që do flasin, është për, si të thuash, për infrastrukturën dhe për teknologjinë e takimit, që do t'i japin dorën ose jo njëri tjetrit, domethënë se ne dhe si media kapemi shumë mbas këtyre detajeve. Kjo është. Por ke presidenti, natyrisht, kjo nuk është atavizëm, kjo është atavizëm në kub. Jo, domethënë është vërtet atavizëm, sepse duhet parë në fund fare duhet parë përmbajtja e atij takimi dhe jo vetëm forma. Ne shohim vetëm formën. Por unë do thoya që në këtë takim palët vinë natyrshëm me disa rezerva ndaj njëra tjetrës. Këtu bën pjesë edhe vetë roli i presidentit. Unë po lexoja pak propozimet para se të vi këtu, propozimet që ata kanë bërë deri tani për drejtësinë. Janë dy qasje krejt ndryshme Enkel. Njëra qasje është ajo e PD-s e cila është garantiste, totalisht. Do të thotë, e kemi këtë situatë që e kemi, ta mbajmë kështu, t'i japim dhe më shumë garanci atyre që tashmë kanë garanci, pra trupa gjyqësore etj, sistemi, dhe mos të ndëshkimi të ulet në minimum, mundësia për ndryshuar diçka të ulet gjithashtu në minimum. Nga ana tjetër kemi një qasje që është kryekput e kundër, që është ajo e opozitës, e pozitës, e cila me anë ndërhyrjesh në KLD, ligjin për gjykatën e lartë, gjykatën administrative etj, kërkon të godas disa pika që si përsëritet historia në 2005-2009 ka ndodhur një gjë në Shqipëri apo jo? Në mandatin e parë të PD-s. Absolutisht. Kjo rëndom është quajtur kapje, por problemi është se në këtë mes kemi dhe një fenomen që nuk mund ta anashkalojmë tashmë. Nuk ka raport ndërkombëtar që ne nuk na thotë që keni një drejtësi të keqe. Në qoftë se ne mbajmë statu quo-n, ose në qoftë se ne e çimentojmë dhe më tej sistemin, kam përshtypjen se indirekt kemi kontribuar për ta maisur të keqen. Ndërkohë që e keqja duhet kputur. Problemi pastaj se si e qysh e tek dhe pasojat, se si mund të quhet etiketat që mund t'i vijnë, kjo pastaj është shumë delikate, sepse jemi të rërat e lëvizshme këtu. Është shumë interesante kjo përsëritja në mënyrë ciklike e historisë në pak mote, në pak kohë. Fjala vjen, kur bojkotonte Edi Rama, ai thoshte është qeveria ajo që duhet të tolerojë sepse opozita nuk ka asnjëherë fajt. Pak a shumë të njëjtën gjë thot sot Lul Basha për Edi Ramën, vetëm pozicionet kanë ndruar. Ora, mos është kjo puna e këtyre këshilltarëve që kanë qenë majtas, kanë kaluar djathtas, edhe çojnë të njëjtën gjellë gjithandej. Natyrisht edhe kjo është. Tani për të batutës edhe kjo është, po mua më duket se përtej kësaj është një fenomen që nuk ka të bëjë me trupën këshillimore, ka të bëjë me vetë leadershipin. Leadershipi tek ne është i gatuar keq, domethënë ka tendencën për të grumbulluar pushtet, ka tendencën për të korruptuar, ka tendencën për të mos i njohur asnjë faj vetes, ka tendencën për të mos u dorëhequr kurrë. Domethënë këto janë sëmundje që nuk i kanë as këshilltarët dhe as ata që përshpërisin tek veshë i shefave. I kanë shefave. Për shembull, ka një gjë që ma ka thënë Andi Sarasani, ja thash emrin, mos i mbetet hatri Kastriot Islamit pastaj. Nëse ma tha një ditë. Tha shumë interesante, tha Kastriot Islami, tha iku nga PS-ja, tha sepse kundërshtonte bojkotin dhe ka shkuar në PD dhe mbështet bojkotin. Mbështet bojkotin. Po. Kjo është paradoksale. Kemi të bëjmë me fenomene edhe triciklimit. Kërkojnë ndjes Andisit, po e thashtu. Jo, kjo është shumë e saktë, domethënë që nga një herë një kohë kam mbështetur pozicione që sot janë krejtësisht kundërta me ato që thonë dhe ato që mendojnë. Po. Tjetërsimi personazheve është një tjetër fenomen që nuk e tham, përveç atyre smundjeve që listuan në fillim. Megjithatë, po ta shohësh, tensioni politik është artificial apo është një tension real? Tek e fundit, ajo video është e tmeshme, ajo që shef në korridoret e kuvendit. Unë mendoj që ajo që ne shohim në korridoret e kuvendit, ose më mirë edhe ajo që ne shohim në sallën e kuvendit, sepse kam përshtypjen që të dyja lidhen shumë ngushtë me njëra tjetrën, është shumë shpesh në 99% të rasteve
krejtësisht e shproporcionuar me atë që ndodh në publik. Unë nuk kam parë në kaq vitet jetës time dhe kaq vitet demokracisë sa bëhen tani, nuk kam parë kur të afërm të mi, miq të mi, persona me të cilët ndaj lagjen, mahallën etj. Në këtë qytet, që të grinden në atë lloj mënyre në një ambient publik për shkaqe politike, absolutisht. Tensioni politik nuk vjen nga rruga dhe ngjitet në institucione. Rregullisht ka ardhur nga institucionet dhe ka zbritur në rrugë. Shembujt janë të pafundëm. Madje edhe vrasjet, ato që quhen politike ose ato që quhen vrasjet kryera dhe në sheshe publike etj. Tani mos citojmë data dhe emra. Unë mendoj gjithmonë se nuk ka qenë një tensioni bartur nga ata që kanë dalë nga shtëpitë dhe e kanë sjellë atë në këmbët e qeverisë, parlamentit etj. Është përgatitur tensioni, ose më thënë, janë nxitur këta njerëz nëpërmjet mjeteve të komunikimit publik, nëpërmjet diskurit tash për politikanëve, nëpërmjet sharjeve dhe fyrjeve ekstreme që realisht na turprojnë dhe na bëjnë ndrojmë kanal ndonjëherë, dhe më vonë ai ka zbritur poshtë dhe është krijuar tek njerëzit. Dhe një koment i fundit është shumë interesante që Edi Rama me gjithë qeverinë e vet është përpara disa vendimeve jo popullore. Merësisht jo popullore, që është rritja e çmimit të energjisë, që ai do ta bëjë. Qa interesi ka ai ta ketë klimën kaq të acaruar politike? Nuk do ishte në interes në atit që të bënte një paqe sa më të madhe, sa më të gjerë, që të paktën këto vendimet antipopullore mos të instrumentalizoheshin nga tensioni politik. Enkelti e di që shumë shpesh në pjesën ndërmuese të rasteve e bën zyra njeriu dhe jo njeriu zyrën. Do të thënë, unë besoj kjo është një aksiom që relativisht vlen dhe në këtë rast. Edi Rama që ne kemi parë gjatë fushatës fundit elektorale nuk është thjesht një kujtim i së shkuarës tashmë. Ne kemi të bëjmë me një kryeministër i cili si i tillë ka brenda cinizmin, ka brenda vendimet jo popullore, ka brenda humbjen fiziologjike të elektoratit, që edhe ai e ka provuar si shumë tjerë para tij, ka brenda fundit njeriu i cili duhet ndërmarrë disa masa që në një moment caktuar mund të kenë kosto. Kjo energjisë elektrike është një tillë, është një masë e cila ndërmerret në kushtet e një falimenti de facto të sistemit energjetik të Shqipërisë, është një masë e cila për atë pjesë që i paguan të popullatës, që i paguan rregullisht dritat, dhe besoj që të gjithë ne këtu në këtë studio futemi tek ajo, përjetohet si një vjedhje edhe më e madhe, dhe unë jam dakord dhe me kolegët mi që e kanë shkruar këtë në media, që të rrisësh çmimin është në një farë mënyrë që ti marrësh atij që paguan edhe më tepër, duke për shkak se nuk i merr dot atij që s'paguan, i cili vazhdon të mos paguajë. Domethënë kjo është e padrejtë në çfarë do lloj filozofie të botës, në çfarë do lloj feje po ta filtrosh. Problemi është që shumë shpesh gjërat bëhen në kushte konkrete, bëhen në ndrysnin e të institucioneve ndërkombëtare dhe bëhen sepse realisht nuk dalin parat në mënyrë që ne kur tulim çelësin e dritave të ndizet diçka. Ky është problemi. Skënder Minxhozi, falenderoj që ishe në studio, së bashku me shoqërinë e Segafredos, është kafe që e kam shumë për zemër. Ne do të kalojmë në reklam, pastaj do të flasim për sport, do të flasim goxha, sepse do të kemi një rubrik të vogël nga Gjesi, por do të kemi gjithashtu dhe Uvil Zajmi në studio. Pas reklamave. Shisit presim Uvil, shisit presim. Juve, teleshikuesve tuaj, kam një kënaqësi që jam sot me ju. Ne nisim të hënën me sport. Ja, i mjaft mirë, sepse njerëzit gjithë fundjava është mirë që të pasqyrohet edhe më pëlqen që minutazhi i rëndësishëm i jepet edhe sportit. Ti ke qenë për disa kohë, përveç se ke qenë gjyqtar, ke qenë dizenjator gjyqtarësh, dhe kur bëhet fjalë për ndeshje, për gabime etj. Në Shqipëri theren. Po të marrim ndeshjen e djeshme Juve Roma, që vazhdojnë diskutimet, jo kishin ata të drejtë, jo kishin ata të tjerë të drejtë, është çudi e madhe. Nuk duhet ankohemi për gjyqtarët kam përshtypjen. Nëse ajo ndeshje do të ishte në Angli, ose ato raste do të ishin në Angli, do kishim fare komende, sepse është një lloj mentaliteti. Duhet i pranojmë pra që në përgjithësi, çdo vend ka mentalitetin e tij lidhur me arbitrimin, mënyrën si zhvillohet, si gjykohen, pra siç thash, latinat e kanë të vështirë një farë mënyre. Arbitrimin, ndeshjet, edhe ajo mbrëm. Siç thash, nëse do të ishte një takim i zhvilluar në Angli, kemi parë raste të tilla kur ndeshjet tensionohet, jepen penallti të diskutueshme, shkohet deri ke diskutimi, një farë proteste dhe aty mbyllet.
Kurse, natyrisht në futbollin latin ka tjetër mentalitet, është një lloj adrenaline që ngacmon lojtarët prak sfida, gjatë sfida dhe post sfida. Natyrisht në Itali arbitrat janë prej vitesh kanë kohë që pra janë njerëzit më të diskutuar, ditën e hënë në media shtypi, me siguri dhe sot do jenë marrë jashtëzakonisht shumë me Rokin, por që në takime tillë janë shumë vështira, si në caktimin e arbitrit, ashtu edhe në gjestimin e lojës, pra siç erdhi rasti. Është gjyqtar i kalibrit ndërkombëtar. Italia duhet thonë që ka vite që nuk ka emrat e mëdhej, pra kur thonë një emër, një garanci, ka është një brez i ri, gjenerate e re, prej vitesh nuk po rigjejnë arbitrat e famshëm, arbitrat që mundet të administrojnë Serie A, sepse si thamë është e vështirë, dhe aktualisht qarkullojnë arbitrat cilët janë arbitrat të mirë që e drejtojnë Serie A, por që natyrisht i mungon emri, autoriteti i madh si dikur. As incidentet nuk munguan ditën e djeshme, duhet themi, si në sfidën me Arsenalin, ashtu me Chelsea dhe me Juve Roma. Unë, të dy, sidomos në veçanti ku luan Roma, skuadër shumë e vështirë. Unë mund t'ju them që derbi Roma-Lazio është takimi më i vështirë në historinë e gjithë derbeve të Europës edhe më gjerë. Pra, Roma është një skuadër vështirë. Skuadër është në momenti që pretendon dhe tenton të marrë diçka, gjithmonë ka si barierë Juventusin, ajo ndeshje deshme mundet të ishte një thyre, pra edhe në aspektin psikologjik të Juventusit. Pra, Roma kërkonte, vinte nga një takim shumë i mirë me Manchester Cityn, ka gjendje të mirë, pretendohet sepse viti parë kaloi vjet, ky vit është viti që skuadra pretendon se nuk ka, pra është në kulmin e formës, në kulmin e investimit lojtar pa fund, pra një skuadër me lojtar dhe me stol shumë fuqishëm, por që nuk mundi ta merrte lojën dje. Dhe më pëlqej ajo shpreha e Garcia si për te gabimeve apo jo të arbitrit, Roma e humbi takimin. Megjithatë, për sa i përket incidenteve, për shembull tek Arsenali me Chelsea, ishte diçka. Dy trajnerë që përplasën me njëri tjetrin. Ajo ishte një kryevepër, ajo ishte një mrekulli. Dhe Mourinho që unë jam fan i Mourinho sepse më pëlqen filozofia e këtij njeriu. Ose ja dhe interist. Nuk e shoh vetëm në ndeshje. Unë gjykoj që sot në përgjithësi e gjithë bota do të ketë ritmin dhe filozofinë e këtij njeriu, pra një njeriu vincent, njeri agresiv, një skuadër e këtij, siç thotë në Itali, që nuk shkon për të bërë një ndeshje, por shkon për të bërë një betejë sportive. Edhe nëse shikojmë Chelsea, është një skuadër që transmeton agresivitetin, thonë se pra që ka ky njeri. Edhe dje ajo ishte një skenë e papar, e stilit Mourinjan, pra që edhe për mediat është e papar. Unë në momentin që kam parë, pata një kënaqësi sepse deri aty mund të shkojë. Ja, ardhi Arsen Wengerit kur ndrej. Po të fjalë për një faul shumë të rëndë që duhet ta kishte ndëshkuar me karton të kuq. Ata të dy shkojnë shumë keq me njëri tjetrin. Ata të dy, kur ka ikur Ferguson, armiku i Mourinhos tashmë është Wenger. Mbetet special one, në mënyrë absolute apo jo. Më i preferuar. Absolutisht trajner. Jo, edhe një rast që humbi Diego Costa dje. Mourinho bëri një lloj gjesti, gati sa sëra nga karika ku ishte ulur, është fantastik. Çdo gjë e ka, edhe kur mbyllte etapën e shisës që pinte ujë, po ta vere, kishte një lloj gjesti që e dinë që marrin, edhe kur marroi takimin, nuk e priti pra në mënyrë tradicionale trajnerët takohen, iku i pari pa e takuar, ndërkohë që ka krijuar një skuadër të fortë, vështirë, jo spektakolare, siç e ka në stilin e vet, komandon kampionatin, pra, kështu që ka ky njeri shkon gjithçka, Keli. Unë kam model dhe simbol të disa gjërave që nganjëherë njeriu duhet ta ngacmojnë. Ai kur shikon skuadrën e tij ose atë del nga një përgjumje që ka njeriu në përgjithësi. Kujtohet që jeta jetohet me këtë lloj stili, jo aq agresiv sa e ka. Si shpjegohet që në Britani, po dhe në Gjermani, futbolli konceptohet si fest. Njerëzit të shkojnë në stadium të pa. Për shembull, disha ka ndodhur dje një gjë shumë interesante, shtyr 15 minuta takimi mes Chelsea dhe Arsenalit, sepse stewardit e Chelsea ishin pak dhe nuk arrinin dot të fusnin gjithë tifozët miq në stadium. Dhe kanë pritur çerekore që të futen gjithë tifozët. Kjo nuk ndodh në Shqipëri, nuk ndodh në Itali, nuk ndodh në Spanjë, por ndodh në Gjermani dhe në Angli. Shikoj, Italia është kulmi i këtyre rasteve kur tifozët kanë bllokuar ndeshjen. Tifozët nuk kanë leju të fillohet loja, dhe në përgjithësi në Romë ndodhin këto në Italinë e mesme, se në pjesën veriore Torino Milano është ka tjetër kulturë, tjetër mentalitet. Po në Romë ka ndodhur pra, ku dhe janë vrarë tifozët. Edhe kjo ishte prej vitesh nuk ndodhte në Angli, sepse në përgjithësi Stuart, gjithë administrata që përgatisin ndeshjen administrojnë në mënyrë perfekte takimin. Dhe mjaft mirë bëjnë, sepse ato i ruan dhe një incidentit më të vogël dhe normalisht pra bon mirë, mendoj, si që komentuan dhe dje pas ndeshjes që u desh kjo lloj
frenimi për të mos i rifutur njerëzit pak garancinë, sigurinë maksimale që do të kenë. Jo, po pritën çerek ore dhe kanë pritur në mënyrë me qytetarët, nuk kanë bërë zë. Natyrisht, ne që e kemi kohë që për vite që ndjekim marrë deri para shumë vitesh kur në Angli luani vetëm futbollistët anglez, ajo klasika pra e lojtarëve lojës angleze, tash ka ndryshuar sidomos me marrjen e lojtarëve nga gjithë bota. Dhe ndryshon mentaliteti, ndryshojnë dhe parametrat, ndryshon gjithçka. A di çfarë më shkujtu dje? Kur e shifja atë sken, më shkujtu ndeshja Shqipëri-Bosnjë në Tiranë. Unë kam qenë një nga të shumtët bashkë me Timbir, po mund të ishim gati 1000 persona që mbetëm jashtë stadiumit. Mbetëm nuk arritëm do të futeshim brenda në stadium. Unë shfrytëzova trukun e gazetarit, pastaj jam futur me kartel kallpe, po kjo ishte pjesë e profesionit tim. Ndërkohë që një pjesë e madhe nuk futeshin dot në stadium sepse organizimi nuk ishte i tillë. Domethënë interesi ka qenë shumë i madh. Problemi i organizimit, si thash, është një lloj kulture, një lloj eksperiencë, sidomos anglezët pas ngjarjeve siç i dim, pra dhe kur kanë riformuar gjithçka, natyrisht e kanë në ekstremin pozitiv të organizimit. Që mos kalojmë nga Pedvim Shqipëri-Bosnjë, ku dalim edhe tek Shqipëria. Jo, natyrisht ky është rast që thoni ju, por që këtu ka probleme në organizimin dhe vjen mirë që për herë të parë bëhet krijohet një stadium i cili siç është ky i Elbasanit, i cili ofron parametra perëndimor. Na duhet ne ta ruajmë, ta mirëmbajmë dhe të jemi të sjellshëm, të edukuar dhe një farë mënyrë të dimë se si të qëndrojmë të futemi nëpër. A jemi të ndërgjegjshëm ne që në një stadium ka kosto shumë të mëdha? Nuk jemi të ndërgjegjshëm. Unë them që jo, sepse e shikojmë, jemi tashpër, jemi agresiv. Edhe pse thotë që s'duhet bërë kjo, atë bëjmë që nuk që s'duhet bërë. Mendosh që sapo u bë stadiumi i Elbasanit, të gjithë kanë thënë çmime super të kripura, ndërkohë që pjesa më e madhe. Po çmimet janë tribunën qendrore. Çmimet janë tjetër problem sepse i pasuri duhet paguajmë fund fare. Nëse çmimet është një zgjedhje e federatës dhe s'na takon shumë që do diskutojmë sepse janë zgjedhje që problemi është që ky stadium mirë do ishte edhe të tjerët, pra të fillojnë të ribëhen, por që sa do mirëmbahet, si do mirëmbahet, sepse edhe ato që do mirëmbajnë duhet një lloj bota i pregatit pra i çojnë nëpër administratën e stadiumit sepse është shumë e rëndësishme. Mua më kujtohet Juventus Stadium, sezoni i parë, sapo inauguruar stadiumi, Juventus Napoli dhe tifozët e Napolit kanë thyer gjithçka, tualete, sedili e kështu me radhë. Por që nuk është folur të nesme pra ndeshje, po është folur vetëm për tifozët dhe nuk ndodhi më. Ne të paktën duhet sillemi më mirë. Shpresojmë që jo, sepse ky stadium natyrisht do të shërbej për të gjitha ndeshjet ndërkombëtare që do të luajë Shqipëria, por edhe për Elbasanin, natyrisht edhe për Elbasanin, edhe ka një gjë që duhet të ndërgjegjësohemi që e vajtën stadium nuk mundet më të shkohet në këto parametra mediokre që shkojmë ne. Duhet rikthehet në një siç e ka dhe bota dhe këtë na ofron stadiumi i Elbasanit pra. Le ta kthejmë të shfrytëzojmë këtë stadium për të shkuar, sepse është edhe një lloj kënaqësie, nuk është vetëm, po natyrisht edhe kushtet, unë gjykoj që janë stadium e ka problem Italia. Italia thotë që jemi në kushte në parametra zero në raport me botën, me Gjermaninë. Unë kam pas stadiumin e Barit, është si Kemal Stafi. Stadium pa tualete në fund pjesës parë, shkonin njerëzit merrnin pemë do. Mirë. Kështu që bravo. Ne duhet që këtë, sepse është i vetmi impiant gjykojun sportiv, me parametra perëndimor. Nuk kemi as pallat e sporti, as stadiume tjera, pra... Do presim ato të Kemal Stafës për shumë e shumë. Dëgjove, nuk e di patë mundësia apo jo, ta dëgjoj dje Armand Dugën këtu në ora Skanner, ka thënë që do ikim në Serbi, nuk na pengon njeri, do ikim me gjithë tifozë. Është normale. E ndogja me shumë kuriozitet dhe është kaq normale. Unë mendoj që përveç se sa më shumë fryhet edhe i bëhet zhurmë, unë gjykoj që do ketë një raport, do ketë një sjellje normale, pritje normale, sepse tashmë them ka shmbyllur cikli i këtyre inateve, sepse shifet me këtë sy. Nuk gjykoj që nëse do të vinë serbët këtu, do të trajtohen mirë, do të jepet vendi. 100% i bindur se do ketë asnjë lloj problemi. Absolutisht edhe unë asgjë. Pavarësisht se luhet në Elbasan, pavarësisht se një nga lagjet kryesore të Elbasanit është me kosovar, por unë them që nuk do ketë. Ato kanë bërë një taktikisht, kanë zgjedhur stadiumin e Partizanit sepse është stadium futbolli, stadium agresiv, më thonë, luan Partizani atje. Nëse do të luan, do të shkonim ke ai stadium olimpik dhe krijon hapësira më të mëdha. Ato duan. Nuk luhet në Maracana. Jo, luhet ke Partizani, stadiumi i Partizanit dhe është stadiumi i futbolli. Dhe në të tilla raste kërkohet me forcë për një farë mënyre fitoria e takimit. Domethënë është stadiumi i mbyllur dhe është zgjedhja e tyre në një farë mënyre për të sepse duan këtë trepikshëm kur kanë pa dhe skuadrën, ka një skuadër me lojtarë shumë të fortë, shumë titullar dhe do tentojnë ta marrin këtë takim.
Mirë, sikur ndaleshim pak edhe tek java 7 e kategorisë superiore, ndeshjet e luatura këtë javë. Unë gjykoj që nuk kishim surpriza, pra fitore përveç barazimeve të soja pa lojë. Si të duk e me barazimin si me Tiranën ashtu edhe me Partizanën? Nuk më tërhoqe shumë, sepse prisja më tepër me të thënë drejtën, por nuk e di pse, ambienti, ai stadiumi që Mustafa nuk rrath në vitet e fundit ka ofruar një lloj kënaqësie në përballjen e sfidave të mëdha. Dha ditë Partizani me Flamurtarin, më duk një ndeshje e lodhur, një ndeshje e vakët, pa emocion. Kështu që mirë, surprizoi Elbasani duhet të thënë me fitoren. Elbasani mori një fitore e cilët unë gjykoj, mendoj që një farë mënyrë edhe pse është herët sikur kanë filluar skuadrat të pozicionohen pak. Janë pozicionin më delikat janë Apolonia dhe Elbasani. Por që ka ekuilibër. Ky është një edicion, një kampionat, mendoj që ka ekuilibër. Shikoj që Skënderbeu nuk është më i sigurt në fushën e tij, unë ka qelluar të jem dy herë në Korçë, e kam parë me vështirësi, ka mundur fitoj. Janë skuadra nuk ka më disnivel të madh, shikoj te Udën skuadër që mund Skënderbeun, edhe mundet. Laçi është një skuadër jashtëzakonisht e mirë, surprizë, pra është një skuadër që ka disa vite që ka një konstante normale, po Kuksi, po kështu, Vllaznia me oscilacione fiton humbet. Si ngritje si ulje. Pra, shikoj një kampionat në ekuilibër. Mirë, atëherë, zoti Zajmi, të falenderoj shumë për komentet, turoj gjithë mirat dhe pastaj do shifem unë që e keni të mëngjesin unë vi me shumë kënaqësi që ju keni, kështu që kur të keni dëshirë. Dhe edhe shumë elegant. Vazhdon me çik me sport, ë? Në dërshimere, me qiklizëm, me ndjek me kënaqësi. Vil Zajmi është i famshëm. Është një nga personazhet më të famshëm të rrugës Kavajës. Domethënë e njohin dhe kur flasi famshëm që në vitet 70, ë, nuk flas për tani. Kur unë jo, ti nuk ishe akoma projekt, këtë kemi thënë. Mirë, pra. Bruno, tani, unë ta shfaq dhe njëra të foton, apo ta lëm fare, edhe ta themi që cili është dhe të mbledhim. Jo, mund ta shfaqesh në variant më të butë dhe po i gjejmë ne këtu brenda studios, se nuk vazhdojmë dot me këtë histori. Keno Mingjozi është akoma duke parë emisionin, vetëm se do të zbuloj se cili është. Ama tani e dalloni. Tash vetëm shformimi është e unda, kështu që shumë. Tani e dalloni apo jo? Tani e dallon Bruno? Është i fushës tënde, i jashtëzakonshëm dhe poet i madh. Mund të them disa nga këngët, për shembull, shumë këngë të tij janë bërë hite, pavarësisht nga grupe të tjera, për shembull. Po disa tituj? The House of the Rising Sun, qofse të kujtohet që këndojnë Animals. Është Political Man, është një tjetër këngë. Më e famshme Knocking on the Heaven's Door. E ke dëgjuar nga Guns N' Roses? Nga Eric Clapton. Guns N' Roses, po. Ka qenë koha rinisë tënde, besoj, ë? Jo, po janë këngë që vazhdojnë të këndohen, ja. Kjo është këngë e tij. The House of the Rising Sun. Është shumë e famshme. E kënduar nga 10 grupe. E vërre sa mirë presim Enon. Enon e presim e zonë shmirë. Atëre, ta nxjerrim foton, pa asnjë lloj shpërmimi, duhet bëj një test me vajzat, nuk ka mundësi që vajzat mos ta shohin pa shpërmim. Ama nuk e njihni dot këtë, po ky është Bob Dylan. Bob Dylan. Tani këtu s'keni faj se është brezime dhe i bërë. Po tash. Po. Mirë pra, zbuluam një enigmë të cilën nuk arritëm ta gjenim dot. Atëherë, një nga vërejtjet që kemi pas nga teleshikuesit është që ju jeni program mëngjesi dhe nuk na bota si gjo mëngjesi. Në na gatuani gjithmonë për drek, por njeriu ka nevojë të hajë dhe mëngjes. Apo jo? Atëherë edhe unë keni sot do bëj një recetë të shkurtër mëngjesi, që është vezë me kërpudhë, domate, pak qep njom piperzi dhe një fet buk fshati. Buk fshati, mirë, në rregull. Atëherë, më thuaj si nis përgatitja, sepse ingredientet më shpjegojnë. Marrim vajin flora. Po. Edhe përgatisim. Ti vazhdon përdor vajin e misrit, ëh? Ti nuk përdor vaj tjetër. Këtë do ta përzij me gjalpin vitan, ëh? Gjalp vitan. Bukur, deri këtu jemi në rregull. Të lëm me temperaturë shumë të bashkë, jeni? Në zjarët nga dalë. Dhe kemi një tiganin tjetër, kemi pak vaj,
dhe pak gjallë. Pak gjallë sërish, Aty më duke se e keti ganin e nxehtë. Atëherë, në tiganin e madh, ne do hedhim kërpulla champignon. Unë zakonisht I pastroj, ka varga mënyra. Unë se pastroj fare me thënë drejtë. Një lloj teknike, unë do vej një të qëruar edhe 2 të paqëruara. Unë I lej gjitha të paqëruara, me thënë drejtë. Arsye është lëkura ka më tepër vitamina nga ka bastone. Edhe lëkura e çokoladës, s'ka vitaminë fare, provoj ti do një lëkurë. Atëherë kemi kërpullat champignon. Përgatisim qepën. Ti e di që gjithmonë diagonale, asnjëherë nuk pritet drejt qepën. Edhe holl keni. Kush e pret drejt gabon. Kjo është vetëm dekorative dhe pakës djegëse. Dhe me një hanë, kemi bukën. Edhe bukën diagonal. Dalë feta sa më madhe. Shy. Dalë feta sa më madhe. Unë do e pres pakës të trash se kemi 2 vezë kili. Po. Ky lloj mëngjesi është mëngjes australian? Jo, faktikisht e kam... Apo është mëngjes titi? Jo, ky është original, është një mëngjes I një kuzhinieri të famshëm. Është angles, do të them emrin. Sa të fus bukën këtu, për ta thekur? Bukën duhet ta thekim, a? Po. Mund të përdorim dhe feta normale bukën në shtëpi, po. Atëherë kemi vezët, keni? Bukur. Që do t'i rrafim në një pjatë të thellë. Nuk është nevoja shumë thellë. Sa mi dagit I gjitha me I dorë? Pakës krip. Pakës krip. Dhe këtu ka një sekret. Si e sekreti? Atëherë, kjo original është, unë kam parë nga Chef Ramsay, është një nga... Chef Ramsay. Chef Ramsay. Ramsay e ka emrin, nuk e di për ardhin, por është një nga kuzhinierët më të suksesshëm. Që ka dash me mikun tim Ramsay Glani. Chef Ramsay kemi pas të nda titull. Duhet ta përzihesh gjatë duhet ta përzi dhe ka dhe një teknik që nuk kam arrit ta kuptoj Chef Ramsay, thot 3 herë on and off the fire. Do të thotë që iqi nga zjarri, përzije, dhe kjo tashti në këtë moment kjo gatuhet. Gatuhet se është fundi I tiganit është nxehtë. Sa fillon të uli zhurmën veza, atëherë vjen prapë në zjarr. Kuptova. Tu pak piperzi. Teuta gjithmonë. Pak skrip se pak I pak I par. Po. Gjatë kësaj kohe do ulim pak zjarrin këtu. Jo, të mira bëra, po vetëm se është trimet e shaj. Me të bellak. Po se ato shumë vetëm kam të vituar. Da aro Do një pjatë barë tani? Kryp. Dhe do nga to së kjenim dhe qepën. Dhe do në hape një dekoracion verdh me shile. Po. E qepës duhet vetëm me I marrë mend, nuk duhet me skuq qepën, apo jo? Ja, qepa është pothuajse e gjallë, Sa për ta zbutur me marrë mend keni. E shohim dhe domatën tonë. A do ta kthejmë domatën? Ku si qërohen këto? Kërpullat. Jo, do s'ki nevojë të qërohen. Ku që ka bërë ngjyrë më të bukur? Kërpulla pa qëruar. Tu duon pakës krip keni, edhe rigon. Piper. Piper, se ta shrigon. Se thonë pastaj që shef Astridi bëri lapsus.
Dhe gjithashtu... Këtu nuk është se jemi të mbaruar, thjesht ka mbaruar vezat. Ka mbaruar me procesin e skuqjes. Iku, i gjitha. I heqim nga... Do me thënë, si mëngjes që e ka fantastik dhe ndërkohë që janë gjëra fare thjeshta që i kanë me kemi në shpi gjitha ne. Shpi, shtesë është vetëm një kërkull që mund të zëmësojnë me pak djath, apo... Ja dhe buga e thekme. Erdhe? E se përna e bështyre dy. Ja dhe buga e thekme. Atere... Bëjmë vënd për pjatën. Për pjatën. Kemë bërë një dëm shkeli me 2 kokra vezë. Shqyqyr që grati kemi në shtëpi dhe nuk në shojnë, po. Aja edhe përsi për ti tani këtë. Qa mbetet keli? Afer. Qa mbetet bëhet afer. Ego, që e ka fantastike më burë. Kam vetëm një vërejtje. Fantastike në të parë. Kam vetëm një vërejtje. Unë propozoj që vajnë t'ishte i ullirit, jo vaj i misit. Pse pak i ndyrë kemi në pak? Jo, pësë është qështje i ndyrë, është qështje arome. Pëstaj vaj i ullirit është më... vaj misë. Aha, misë. Atëherë kili, kjo është pjata përfundimtare? Kjo është pjata përfundimtare për mëngjesin tuaj në shtëpi, rekomandohet të hahet me thik dhe piron. Ti më knaqë më. Jep një fund e zeshëm. Miru pafshim, takojmë për drek. I sing along, 'cause
gjuma e vërtetë. Bruno Bublé në Ditë e Re, ishte një pjesë e tij, e shoqëruar në mënyrë tejet lezetshme nga Gjesi dhe Besi, dhe në këtë rast nuk bëj lapsus, por edhe nga Andi Mura dhe Tea. Mirë se na ke ardhur, Andi. Mirë se erdhe, Andi. Tea të ka marrë shumë për zemër, sepse ka lexuar për ty, ka parë për ty, ka bërë. Shumë kam ulumtuar shumë, për më tepër që një edhe disi si personazh, por që më shumë ka filluar ta njoh dhe të më pëlqejnë momentin që shpallur fituesi Summerfest. Është koreografi freestyle, është fitues në Summerfest, është një nga njerëzit që po bën në një farë mënyre ritmin e këtyre kohëve në kryeqytet, ka ardhur nga e shtetit, ka jetuar për vite tëra në Itali, dhe tashmë rikthehet në Shqipëri. Ke fituar Summerfest, ëh? Një mrekulli, ma merr mendja. Po, ishte një eksperiencë shumë e bukur. U shpallëm kampion edhe... U shpallëm kampion, dakord, por kjo çështja e freestyle-it, si funksionon në Shqipëri kjo? Freestyle është street dance, fakt, është kërcim rrymë shumë e fortë, e cila do një pozitivitet shumë të madh, do shumë energji. Përgatitje fizike. Është kërcim që e karakterizon shpejtësia dhe shkallësia, duhet shumë përgatitje. Është një kërcim më të vështira, pavarësisht se rrymat e tjera klasike a thot kjo, apo tjetri thot kjo, është mërësisht një rrymë shumë e vështirë. Ando, sa stërvitje duhet të bëj Tea me Kelin që të futen në freestyle? Se na merr përsipër Tea, e ke sigurt? Doja kërkoja faktikisht, para pak momentesh. Jo, po funksionojnë pas grupeve, pas palestrave, po. Sa ushtrime duhet bëjmë në ditë, domethënë? Sa do një? Sa do ne? Një orë? Po që t'jemi mirë, sa duhet? Që t'jemi mirë, du të bëjë një 3 orë. 3 orë. 3 orë të ne jemi vetëm me këtë punë, do të bëjë dhe lajnet, pastaj. Këto pamje që po shoh në televizor janë pamjet e stërvitjes tuaj me vajzat apo? Po nga palestra. Po mirë, si ka mundësi që gjithë të gocat bukura kërse... Ti je fejuar, martuar, çka ke për ty? Po. Si i vjen po. Sa kohë bëre ti që je lidhur përfundimisht? 5 vjet. 8 vjet. Po nuk e ke xheloze apo është pjesë e freestyle-it edhe? Pjesë e freestyle-it. Megjithatë, Andi, më the pak përpara që ishin 10 grupe konkurrente. Po. Nga të gjitha ata, kush mendoj që mund të më poshtë aty? Aty faktikisht ka qenë një konkurrencë shumë e madhe, sepse jo si herët e tjera në spektakël ka pas konkurrencë vetëm nga Shqipëria, po themi Shqipëria brenda, ka pas dhe jashtë, si Maqedonia, Kosova, Italia, ka pas konkurrencë shumë të madhe edhe gjithë kanë qenë të mirë, sepse kanë hyrë me audicion. Dakord, po më i miri, kush mendoj që mund të më poshtë aty? Më i mirë në fakt ishte grupi italian, edhe grupi që doli i dyti te Summerfest, ishin shumë të mirë. Çfarë do thotë kjo Summerfest tani? Çfarë do thotë për karrierën tënde? Ka ndodhur një ndryshim cilësor, një hop cilësor? Summerfest ishte spektakli më i madh veror. Jo, spektaklin e njohur, domethënë çmimi që ti more, domethënë si ka ndikuar sot, domethënë vazhdoni jepni koncerte, shkoni normal ka rëndësi shumë veçantë për grupin. Nga arritjet që janë bërë, që nga Summerfesti deri te punët e tjera me artistë të huaj, ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm, saqë as vetëm se kam besuar. Tani ti nuk punon vetëm për Shqipërinë, punon edhe për të huajt? Kam punuar edhe me artistë të huaj edhe. Me kë për shembull? Me Nana, Accent. Ke punu me Nana? Ama se nuk ishte ke? Po. Ke punu me Accente? Accent, Emilia Saria, Adam Klej. Se i thua këto kështu do më kam punuar me këto. Shumë lehtëshëm fitova, shumë lehtëshëm. Në fakt kur ishim koncert, ishim me makinë me Adam Klej, filluam bëjmë edhe gallata shqip, duke i mësuar shqip edhe të tjerët mbashin radhën për foton e... Ju i mësonit fjallë pista, i poshtë. Atere, pritet një takim për reformën drejtësi që e ka një tryezje e ka thirrur presidenti i Republikës Bujar Nishani, ku do marrin pjesë krerët kryesorë të politikës shqiptare, Edi Rama, Lulzim Basha, Ilir Meta,
dhe normalisht ne do ta transmetojmë drejt për drejt. Jemi ora news, në qoftë se nuk do na dali koha, Andin taksirat e kemi, do ta marrim nesër. Megjithatë, tani për tani takimi ka filluar apo nuk ka filluar? Që t'jem akoma në rregull. Më jepni ca pamje të sallës? Pamje të sallës shpejt i shoh unë tani që janë duke bërë, sepse është hera e parë që uroj që politikanët shqiptarë të kenë të njëjtin zakon pra që mos të jenë korrekt. Ja pamje të sallës, ja më ulë këta, jo. Andi ti do vish nesër. Andi ti do vish nesër, unë nuk kam çfarë të bëj. Do ta vazhdojmë bisedën nesër në të njëjtën orë, uroj që mos ketë takim tjetër. Tani ora news, këto janë gjëra më të rëndësishme se sa biseda jonë. Atë kaloj në lidhje të drejtë për drejtë, që më thot regjia, duhet ta mbyll programin. Çfarë duhet bëj? Duhet më thoni diçka tani, se jam i gjithi në dorën tuaj. Është shumë e bukur sepse në regji tani njëra thot jo, vazhdojmë, tjetër thot jo, ç'të vazhdojmë. Fillojmë bashkë, mirupafshim, shihemi nesër në mëngjes në të njëjtën orë. Mos harroni që Andi Murën do ta marr prapë nesër, sepse s'kam bërë asnjë gjë me të. Mirupafshim.